Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga tensioni i lartë, këto ushqime duhet i konsumoni çdo ditë për ta drejtuar. Presioni i gjakut konsiderohet i ngritur përgjithmonë nëse vlerat i tejkalojnë 14/9. Ekzistojnë dy lloje kryesore të hipertensionit, primar dhe tjetri është sekondar. Hipertensioni primar diagnostifikohet në shumicën e rasteve dhe mund të jetë i trashëguar ose i shkaktuar nga faktorë të tillë si obeziteti, pasiviteti fizik, pirja e duhanit, stresi kronik ose marrja e tepërt e kripës. Hipertensioni sekondar ndodh si pasojë e problemeve të tjera shëndetësore si sëmundjet e veshkave, tiroides dhe hipofiza. Përveç mjekimeve, ndryshimet e zakonshme të jetës, duke përfshirë edhe dietën, mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Rekomandohet një dietë e shëndetshme për zemrën dhe ulëntimet tregojnë se konsumi i ushqimeve të pasur me kalium dhe magnez mund të jetë i dobishëm në uljen e presionit të gjakut, citojnë ulëntimet. Por cilat janë ushqimet që duhet të konsumoni për të mbajtur nën kontroll edhe problemet tuaja të hipertensionit? Peshku i yndyrshëm. I pasur me acide yndyrore omega-3 të cilat reduktojnë inflamacionin dhe zgjerojnë enët e gjakut, do të ulë kështu dhe do të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të presionit të gjakut. Spinaqi ose shardë. Këto përmbajnë kalium dhe magnez, si dhe nitrate dhe antioksidantë të cilët ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Portokalli dhe grapefruit janë të pasur me lëndë ushqyese që reduktojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe hipertensionit. Duhet që të jeni të kujdesshëm me grapefruitin sepse mund të ndikojë në ilaçet e presionit të gjakut. Dhe nëse jeni duke marrë medikamente dhe konsumoni këtë frut, duhet ta ndaloni menjëherë. Farat e kungullit përmbajnë magnez, kalium dhe elementë të cilët ndihmojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe do të ndihmojnë kështu në uljen e presionit të gjakut. Thjerrzat e fasulet janë të pasura me fibra, magnez dhe kalium, ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Manaferat përmbajnë antioциanine që rrisin nivelin e oksidit nitrik në gjak dhe ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Selino për shkak të elementëve që përmban mund të kontribuojë në uljen e presionit të gjakut. Domate të pasur me kalium dhe likopen ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe ulin gjithashtu edhe rrezikun e sëmundjeve në zemër. Tensioni i gjakut mund të jetë shkatrimtar për zemrën, trurin dhe për veshkat. Përpos kësaj, tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione të tjera të rënda të gjymtyrëve. Ndaj, nëse doni të menaxhoni më mirë hipertensionin, atëherë duhet të përqendroheni në produkte sa më natyrale, të cilat do të ndikojnë gjithashtu pozitivisht në menaxhimin e niveleve të tij. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Vlerat normale të presionit arterial duhet të jenë 12/8. Ndërkohë që çdo vlerë mbi 14 konsiderohet hipertension ose presioni i lartë i gjakut. Hipertensioni jo rrallëherë jep komplikacione që mund të jenë fatale për personin, me dëmtime të muskulit të zemrës, hemoragji cerebrale, dëmtime të veshkave, zgjerim të aortës, ndërkohë që theksohet rëndësia e parandalimit. Shenjat më të shpeshta të tensionit që i nënvlerësojmë janë dhimbje e kokës, shtrëngime në krahëror që mund të shoqërohen edhe me mpirje të krahut të majt, mund të keni ndjesi të vjellave, skuqje të fytyrës, afshe të nxehta, dhimbje të gjoksit që mund të ngatrohen edhe sëmundje të arterieve koronare. Disa nga shkaqet kryesore për zhvillimin e tensionit të lartë të gjakut janë konsumi i tepërt i kripës, gjë që mund të çojë edhe në mbi peshë dhe përdorimin e tepërt të alkoolit. Tensioni mund të ulet duke bërë ndryshime në dietë dhe në mënyrën e jetesës, si dhe duke marrë mjekime. Këto sipas studimeve të fundit janë disa nga ushqimet më të mira që ju ndihmojnë në menaxhimin më të lehtë të niveleve të hipertensionit. Për të ndihmuar veten tuaj kundër këtyre shqetësimeve në dietën tuaj të përditshme, duhet të përfshini frutat e pyllit. Luleshtrydhet, boronica dhe manaferat ju ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ato janë të pasur me flavonoide, substanca këto që relaksojnë enët e gjakut duke përmirësuar edhe qarkullimin e tij. Avokado, një zgjidhje e mirë në luftimin e tensionit të lartë të gjakut. Avokado është e pasur me kalium, një mineral kyç që ndihmon veshkat të filtrojnë lëngjit nga gjakut duke ulur kështu presionin e gjakut.
Një tjetër produkt i rëndësishëm është edhe selinoja që përmban kimikate ftalate që relaksojnë muret arteriale duke ulur kështu edhe tensionin e lartë të gjakut. Koriandër, kjo erëzë gjithashtu ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, ka veti diuretike në trup, prandaj ndihmon njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë. Kaleja dhe jeshildiqet e tjera. Jeshildiqet rrisin nivelin e magnezit duke ndihmuar kështu në nivelin më të mirë të tensionit të gjakut. Përveç konsumit të këtyre ushqimeve, duhet të bëni edhe ndryshime të tjera në mënyrën e jetesës për të trajtuar tensionin e lartë të gjakut, si edhe të kryeni më shpesh aktivitete fizike dhe të shmangni ushqimet me përmbajtje të lartë të kripës, të cilat do ju ndihmojnë në drejtpërsëdrejti edhe në menaxhimin më të mirë të hipertensionit. Është e rëndësishme që nëse vuani nga nivelet e larta të hipertensionit të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale. Hipertensioni ose tensioni i lartë i gjakut është një faktor i parandalueshëm i zakonshëm i sëmundjeve të zemrës. Mbi 1 miliard njerëz në të gjithë botën mund të kenë edhe shqetësime të tensionit të lartë të gjakut. Medikamentet zakonisht përdoren për uljen e niveleve të tensionit të gjakut, sidoqoftë ndryshime në stilin e jetesës, përfshirë modifikime dietike, mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të tensionit në nivele optimale dhe të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër. Ndjekja e një diete ushqyese të shëndetshme për zemrën sugjerohet për të gjithë njerëzit me tension të lartë të gjakut, duke përfshirë edhe ato që marrin ilaçe për tensionin e gjakut. Një dietë e shëndetshme është thelbësore për uljen e presionit të gjakut dhe ruajtjen e niveleve optimale, dhe ulëntimet kanë treguar që përfshirja e disa ushqimeve në dietën tuaj, veçanërisht ato me shumë lëndë ushqyese specifike si kalium dhe magnez, zvogëlojnë presionin e gjakut. Sipas health.com do të rendisim në këtë video disa nga produktet më të mira ushqyese për të ndihmuar veten në menaxhimin e niveleve të hipertensionit. Barishtet. Sipas të dhënave, konsumi i përditshëm i barishteve mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në uljen e tepërt të sasive të kripës. Hani sa më shumë barishte të tilla si spinaqi, brokoli dhe lakra, që përmbajnë shumë kalium. Ky mineral do të largojë kripën e tepërt nga organizmi dhe do të qetësojë enët e gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për menaxhimin e niveleve të hipertensionit janë frutat e pyllit. Frutat e pyllit janë të pasur me përbërës natyral që lehtësojnë punën e enëve të gjakut dhe këto përzierje i zgjerojnë ato dhe qarkullimi i gjakut do të jetë më i lehtë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe kosi. Kosi me pak yndyrë ofron edhe shumë kalcium për organizmin. Ai qetëson enët e gjakut dhe i qetëson ato kur nevojitet. Edhe peshku është një zgjidhje shumë e mirë. Salmoni, sardele dhe skumbria janë të pasur me acide yndyrore omega 3, dhe këto acide përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe ulin edhe tensionin e gjakut. Farat e lirit, të kungullit dhe lulediellit mund të përfshihen në sallata, në kos ose në tërshër. Ato janë shumë të mira për personat që vuajnë nga tensioni i gjakut sepse përmbajnë magnez, një element i rëndësishëm që ju ndihmon në relaksimin dhe menaxhimin më të mirë të niveleve të hipertensionit. Edhe tërshëra është një zgjidhje shumë e mirë kundër këtij shqetësimi. Ky drith është i pasur me fiber që mban tensionin e gjakut nën kontroll. Për më tepër, tërshëra rekomandohet kundër mbipeshës. Panxhari. Pirja e 2 gotave me lëng panxhari dhe moll ul tensionin sistolik të gjakut në pak orë. Panxhari dhe gjithët e tij janë shumë të pasur me kalium, një mineral i dobishëm për zemrën dhe rekomandohet ta përfshini në sallata të ndryshme. Hudhra. Përbërësi natyral të hudhrës zgjerojnë enët e gjakut dhe ndihmojnë zemrën të kryejë detyrat e saj. Hudhra është shumë e mirë në uljen e tensionit të gjakut. Fistikët. Këto arror janë plot me yndyrra të shëndetshme që i bëjnë mirë zemrës. Fistikët janë shumë efikas në uljen e tensionit të gjakut. Shega. Lëngu i shegës është i pasur me fiber dhe minerale që mbajnë në fren tensionin e gjakut. Ky frut i bën mirë zemrës, por edhe sistemit tretës. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është plot e përplot me antioksidant që ruajnë elasticitetin e enëve të gjakut. Përdorimi i përditshëm i vajit të ullirit është një zgjedhje e mençur e dobishme për shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.